E për shasë se s'kësaj. Zjorri edhe shejtoni janë këgjat pa para pom. Edhe vrapuj me luajn futboll. Dhe reza si ka thirë dhe ka hajtë su kallon? Jo, po edhe... Shah nuk luni jo. Po edhe shah. Për sa mobilizoni shpekt? Dëgja pak pantulla të nëqizme, veç himën qizme trap edhe ka isha që shtu naltë dhe nisëm kamion. As edhe një parë që rapte vetme nuk është që ju ka gjinë dëkush dhe tash në presin surprizat të këvendi atje. Të ketë furnizim automjete të reja dhe pranim të punëtorëve të rinë. Për me pas sukses në intervenim, mas pori do të më konë siguria vetë vetës për zjarfiksin. Që është Sultan, që do m'ja kalu me Gëldenikë dhe me Red Bull e me krejtë, më thonë. A kolla i shpia ju, a pjo thirë në e kusha? Po mirë është po në thirin. Po ndërhyni shpejt me traktore, me sa po mëne, a? Po me qka të mujnë. Qa ka mënu banorët e këti fshati me në krye, Hoxhen Fidan Muslio, me ble pajisje për zjarfiksa. Hajde, sa shpojin, xhabi edhe prikëshyrëm se në ka thonë që janë si tu pregadit. Salamu alaikum. Aleikum selam, Që Hoxha apet. Mirë se erdh. A i që shetë në zënëm me pelë për dore, po për mirë. Faleminderit. Ja, me pelë për kontrazi. Në kohë duhur. A mo për mirë? Kohë duhur, gjithsesi. Këtu i kem një aktivitet xhamia jo në Revuqe të organizon këtë aktivitet me zjarfikst e qytetit të Podujeves. Kemi dash në Prag, pasi qyra dhe afer është në Prag festa e madhe e Bajramit të Kurbanit, t'i gëzojmë edhe ata, dhe kanë nevoj, që them të drejten, me ju ndihmue, për arsye se ashtu si që ne ka transmitu për janës tyne, dhe më thonë, as edhe një parë që rapte vetme nuk është që ju ka gjinë dëkush, edhe mendoj që është prej aktiviteteve të para këtu në qytetin tonë të Podujeves. Mundëm me i falenderue një grup mërgjimtar është Lapian, që në kam beshtet në këtë aktivitet, ka ana materiale, në disa ka ana dhe morale, dhe kështu ndeshte Zote e finalizum dhe tash në presin surprizat të këvendi atje. Tash edhe që shemi në Prag të festes madhe Bajramit Kurbanit, pak kena dash diçka një set me nda me juve, ndoshta nuk është ajo me e mira, por apet që shtoj një fjallë që ka nuk arrijet e tëra, slihet e tëra. Kështu që kemi dasht një nderë mja u bo, si kategorie veçantë. E tash jam me drejtorin e zjarfiksve. Që u Milaj Majvoze, e përshëndesim Hoxhen, njëkohësisht e falenderoj, Hoxhen me gjithë xhamatlit për vullnetin e treguar në Prag të kësaj feste. Për neve ky donacion është i vlefshëm, njësia jonë ka nevojë për veshbothje të mirë dhe do të ndikoj në mbarvojtjen e procesit punës. Gjithashtu edhe stafi i zjarfikësve do të motivohet të bëjë një punë më cilësore. Cilat janë më shumë të nevojat, që ti i sheh që me bo një punë sa më profesionale? Po në rand por është përmirësimi i kapaciteteve me automjetet zjarfikse, do më thonë duhet të freskohet e tërë njësia. Nuk është ky problem vetëm në Podujevë, është në barë Kosovën, kështu me një fjallë do më thonë duhet të blihen të ketë furnizim automjetet të reja dhe të ketë pranim të punëtorëve të rinë. Sa është i pa unë bërko, pikëshyrëm, qëfar dhorotash janë konkretisht se mu së mlahu e zënë jemi, po ta i këshyrëm të veni. Kështu përshkojna me hopë dhe edhe me këshyrëm bashkë? Shkojtë. Është një set për se cilin punëtor këto që bëni punën e zjarfiksve, në ta ka një palë katë teshat punës. I na mundu me i përgjith për i të mirëve, një palë katë trenerka, në hanë poshtë dhe naltë. Një parë, dhe më hanë që i thojmë në zhargonin ose në puma, jenë 2 majica, i na mundu edhe ato me i përgjith për i të mirave, dhe 6 palë qerap. Kjo është për se cilin prej, dhe më thonë punëtorve këtu. Dhe më thonë janë që janë përshtatshme për zjarfiksat. Po janë përshtatshme. Punën që e bojnë. Po, i na munduhet, dhe më thonë, disa gjana krynë punë edhe për punën që e bojnë, disa gjana krynë punë kur të rinë, kur të jenë të lirë, dhe më thonë jashtë, dhe më thonë uniforme, se këtu ndoshta rinë do njëherë edhe me teshat zakanta e sene. Kështu që i na munduhe me ekipin për punusën e që me i përgjith do gjana që janë përshtatshme, ashtu qysh na kanë ardhur dhe dhonat, numrat e këpuzve kështu besoj që do t'ju kryjnë punë.
Masi Hoxha edhe një kontribëbil edhe na, kitë pijen e famshme të Prizrenit, që është Sultan, që do m'ja kalu me Goldenike dhe me Red Bull e me krejtë, më thonë, edhe na me spije, po të në mi fresku pak, heroj tanë. Në këtë objekt kemi edhe ping-pong, edhe tega, edhe kemi për me edhe vrapuj me luin futbol. Dhe sa si ka thirë dhe ka hajtë dësë u kalon? Jo, po edhe disa ekip. Shah nuk luni jo. Po edhe shah. E luajm deri sa na 1 minutë na vyhen për me dol deri në kamion. Dëgjoj. Hoxha din më mirë, po i edhe në profesion tina, se edhe imam lokuar si profesion, po të kallëzoj që zjarri edhe shejtoni janë këgjat pa para pom. Duhet më nejt gati shumë. Për sa mobilizoni shpekt? Dëgja, pak forma juve mundë me hi edhe mrena me po se qysh funksionujmë edhe kuptoni ma letë. Na jemi në katin e dytë edhe kem një farë hekuri, mullshue për to, po është me shku të teshat e zjarrit. Neve na vyën veç 1 minutë me marrë që atë tesha edhe me hinë kamion, kurse kujdestari që merret me informatën, a i të regon se ku kemi me shkua informata e aportat zilës i mshën, gotë na deri dolim aty e kopëm informatën e lokacionin dhe nisëm drejtimin e duhur. Këmë thonë që për 1 minutë këta veç për kry kanë? 1 minutë jemi qëta shisheti pantullat në qizme, veç himë në qizme, trape dhe ka ishat që shtu nalë dhe nisëm kamion. A muna me po pak? Muna me praktikur, së shtë. Edhe ka mirë. U shru zila! A pështohë me vlo? E për shasën se s'kësaj. Si të shihet që duhet me imrana është aparati i frymarrjes i cili Edhe kamera fokusov që të? Ngjitet në shpinë edhe duhet domthonjë që mos me pas kontakt me atmosferën, me ojën, me ndotjet që janë aty që dëmtojnë zjarfiksin. Ky është shpëtimi numër 1 i zjarfiksit, sepse për me pas sukses në intervenim, mas pari do të më konë siguria vetë vetës për zjarfiksin. Që në qëse ti si je i sigurt, s'monush me një mua kërkuj kërgjë. Kjo është kupa e cilën e kemi marrë venin e parë, edhe 2 herë tjera kemi marrë venin e dytë, ndërmonë në garat që janë bajtë për ndërë të ditës lirimit të komunës Podujevës. Kej bjen me zjam edhe me sa zjarë fiksat e Podujevë mos lune hes as një loj se këta përfëte ka gjithë shka. A për vjetë qështë? Qështu i bjen me përkëthyje në gjuhën e thjeshtë. Gjuhën e thjeshtë. Që kjo është edhe një pjesë kontributit që ka dhonë Hoxha me xhamotin e ti, që kjo është një formë, mashallah. Faleminderit shumë. Apo një është mirë së të teshë? Mirë, faleminderit. Për mrekulli. Ju meritoni ma shumë, ju i një favor me ata herojnë tonë, si policia Kosovës, si ju, brigada zjarfiksve, ju meritoni ma shumë, po për ja atje shpresoj që kjo storja më jep një mesazh të qartë, që ju të ju, në më thonë, nuk ja vlen me kursy kur gjo. Unë me qka që përbyll dhe falenderojmë edhe njerë Hoxhën Fidan për iniciativën e tinaj. Falenderojmë edhe mërgjimtarët, mërgatën tonë, këtë që kanë kontribu, që sa do pak të me dhonin e kontribu dhe na, shajmë falenderimi për punën, sakrificën që e bojë. Falenderit.